Edhe pse barazoi në transfert me rezultatin 1-1 përballë Maliqit, ekipi i Orikut vazhdon të kryesojë renditjen duke u shkëputur me 4 pikë nga vendi i dytë. Ky barazim në një transfer të vështirë konfirmon edhe një herë momentin pozitiv që po kalon skuadra e cila po zhvillon një sezon mjaft të qëndrueshëm dhe konkurrues. Në ndeshjen e së dielës, Oriku pati mundësi reale për të marrë 3 pikët e plot. Skuadra krijoi disa raste të pastra shënimi dhe madje humbi edhe një goditje nga 11 metrësh, e cila mund të kishte ndryshuar fatin e takimit. Megjithatë, pavarësisht këtij episodi, barazimi mbetet një rezultat me vlerë, sidomos duke marrë parasysh vështirësinë e transfertës dhe presionin e garës. Një faktor që e bën edhe më pozitiv këtë javë për Orikun është fakti se edhe ekipet pretendente për kreu nuk arritën të regjistrojnë fitore. Kjo ka bërë që diferenca në renditje të thellohet në 4 pikë, duke e forcuar pozicionin e Orikut në krye të tabelës. Synimi i skuadrës mbetet i qartë, gjitja në kategorinë e parë, me paraqitjen e deri tanishme, disiplinën taktike dhe shpirtin e garës që ka treguar ekipi, objektivi duket më i arritshëm se kurrë. Sezoni është ende i gjatë, por Oriku po dëshmon javë pas jave se ka potencialin dhe ambicien për të realizuar ëndrrën e promovimit.